Përshëndetje, sot do të përgatisim mreçel pjeshke. Këtu kemi 1 kg gjysmë pjeshka vëndi nga ato me push, pra, jo nektarina. I kemi larë dhe kemi lënë të kullojnë. Kemi 600 gram sheqer, limon toz dhe pak ujë. Le të fillojmë nga puna me radhë. Në një tenxhere, në zjarr, hedhim pjeshkat të cilat i kemi qëruar nga bërthama dhe i kemi hequr bërthamën, pra i kemi ndarë në copoza sipas dëshirës. I hedhim në një tenxhere, ku sipër do t'i shtojmë sheqerin. Dhe një majluk kafeje ose çaj limon toz. Gjysmë gote ujë. Dhe do t'i lejmë kështu të gjitha derisa të pinë të gjithë sheqerin. Pas gati 20 minutash duken që ka filluar të nxjerrë shkumën në sipërfaqe, pra. Kjo shkumë duhet të hiqet her pas here, sepse e prish reçelin, thuhet. Reçeli i pjeshkës do të zjerë për gati 1 orë gjysmë në këtë mënyrë. Dhe ne do ta lejmë kështu që të filloj të trashet vetë lëngu. Do të zbuten kokrat e pjeshkës dhe lëngu do të trashet vetë, pra. Duken që disa kanë filluar të zbuten, pra. Por kjo do akoma kohë, jemi akoma në hapin e parë. Vazhdojmë gjithmonë, i heqim shkumën që zë në sipërfaqe. Dhe në fund, kur të shohim që shkuma vjen më errët, atëherë, ja, në këtë rast, pra shohim që ka filluar të errësohet, do me thënë që reçeli është gati. Do ta fikim stufën dhe do ta lejmë të ftohet këtu në enën ku është. Dhe pasi të ftohet, do ta hedhim në përkavanoza apo në enë, të cilat i kemi sterilizuar ose zjerë pak më parë. Ja, pra, edhe reçeli i pjeshkës është gati. Për ta provuar mund ta hidhni në një pjatë dhe shikoni që lëngu është i trash mjaftueshëm. Reçela në stinën e verës shërbejnë edhe për të shoqëruar akullore apo ëmbëlsira të ndryshme. Në këtë mënyrë që e kemi përgatitur, pra ka ngelur copë dhe nuk është pritur forma dhe e pjeshkës, pra.